Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Kur studioja është e mbushur me të ftuarit e programit të sotëm, dua t'i përshëndes edhe në emër të gjithë ata që po na ndjekin, sepse ecuria është shumë e bukur dhe ata kanë ardhur të mbarsur me gëzimin e një suksesi që kanë arritur. Janë nxënës të shkollës së mesme Ad Gjon Karma në Gurë të Zyvi. Fituese të çmimit Shfaqja më e mirë komedi në Festivalin Teatror të Rinjve 2026. Natyrisht, diçka shumë e bukur që i lidh me skenën, me pasionin e tyre, me prirjet që ata kanë. Pse jo dhe me talentin që shfaqin në aktrim në një pjesë të tillë siç është komedia që nuk është as pak e lehtë për t'u interpretuar. Regjizori i kësaj shfaqje është Aleksandër Prenga dhe siç më thon është edhe autori i pjesës që ai ka shkruar. Natyrisht një punë që lidhet me hapa të mirë menduar që nga fillimi deri në finalen e bukur në skenën e teatrit Migjeni, e cila është shumë frymëzuese për secilën nga pjesëmarrësit e këtij festivali. Trilli artistik i pjesës shprehet në një zgjidhje shumë të bukur regjizoriale dhe që të rrëmben në ndjekjen e këtij subjekti deri në përfundimin e tij. Janë të përfshirë një numër i madh personazhesh, të gjithë protagonistë. Kështu shprehen ata, sepse secili prej tyre, ashtu siç njerëzit kanë vendin e tyre në shoqëri, ata përfaqësojnë tipe dhe karaktere të ndryshme, duke shpalosur në një hapësirë mjaft të gjerë ecurin, pjesën komike, por edhe atë çfarë fshihet pasaj. Unë sot i kam ftuar si që shifni me gjithë kënaqësinë time, por edhe të tyre, sepse i shoh me fytyra të qeshura dhe shumë të kënaqur që kanë ardhur sot. Apo jo? Mirëmëngjes mësuese Alma. Mirëmëngjes zonja Merita, mirëmëngjes Shkodër, të gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Jemi shumë të lumtur që jemi në studion tuaj. Realisht nuk është hera e parë që na respektoni në këtë mënyrë, që na ftoni bashkë me grupin e nxënësve. Siç folet edhe ju, komedia Martesa shumë pritur është së pari merit e regjizorit Aleksandër Prenga. Aleksi, për mendimin tim gjatë ecurisë së punës, edhe para 3 vitesh afro 4 që ishte në shkollën tonë, edhe këtë vit shkollor, ai është jo vetëm një regjizor shumë i mirë, por edhe një tekst shkrues shumë i mirë. Sepse Zanafilla, Martesa shumë pritur, ideja ka qenë që vjet të çifti i lumtur, por realisht Aleksi ka sjell një tekst në mënyrë të jashtëzakonshme, të Martesa shumë pritur. E ka zhvilluar. Po, boshti qendror është diferenca mentaliteteve fshat qytet, që pavarësisht progresit të shoqërisë në të cilën jetojmë, përsëri mbetet e tillë, po ta shohim në Zanafill. Dhe po ashtu, për shkak të këtij mentaliteti, jepen 2 familje paralel, një në qytet dhe një në fshat. Dhe po ashtu ishte një dashuri e lënë pezull vite më parë, ku shfaqe gjyshi i djalit me hallën e vajzës dhe realisht në fund në një finale të paparashikuar nga spektatori, por të paparashikuar edhe nga ne vetë, grupi i nxënësve dhe po ashtu edhe unë që kam qenë çdo provë me Aleksin dhe me nxënësit, në fund martohen halla dhe gjyshi i djalit. Domethënë ajo shpreha që dashuria gjithmonë triumfon. Gjithmonë ka atë kohën e vet, pavarësisht me këtë mesazh shumë të bukur e nisim dhe me këtë duartrokitje e cila natyrisht bashkon ndjesitë edhe të asaj fitore të bukur. E keni pritur apo nuk ju ka ardhur kështu krejt? E keni prit. Mësuese Alma Pervizi, e cila është një shumë aktive në aktivitetet, por edhe mësuese e letërsisë, e keni qendruar. Edhe klubi të teatrit. Edhe klubi të teatrit ekziston, funksionon klubi i teatrit, gjë që ju ka evidentuar edhe në
vitet e shkuara, vjet me pjesën e djegur për së gjallin nga Nikolin Ferkeita, por edhe vitet më përpara nga Aleksandr komedia 12 vjeç dhëndër, adaptuar nga Aleksi, adaptuar një shfaqje që lidhet shumë me folklorin e të tjerë. Ka të bëjë me një qasje që ju keni ndaj teatrit. Është kështu apo ja? Po përpara se t'ju drejtohem me ndjesit, unë desha të më prezantoheni me emër. Albion Ramo, Eliona Bejtja, Mohamed Dyli, Ensar Bedja, Ergis Bedja, Paola Hila, Jessica Paloka, Francesca Hila, Samuel Raseline. Urime sepse keni realizuar një pjesë shumë të bukur. Apo ja? Natyrisht ishte një proces. Një proces që nisi një ditë kur mësuesja ju tha do të marrim pjesë në festivalin e teatrit të rinjve. Ishte edhe audicione. Ju të gjithë vraput. Biles të flasim realisht se po ju ndërpres, nuk ka qenë fare nevojshme lajmërimim që do të kemi audicion. Sepse që nga nëntori, dhjetori, mezi që kanë prit herë pas here me pyesnin kur do vinë audicionet e tjera, pjesëmarrja në audicion ka qenë jashtëzakonisht e madhe, në krahasim me numrin e nxënësve. Për të mos thënë 50-60%. Do të thonë një dëshirë e papame, saqë edhe Aleksandri kur u bë audicioni, e kemi realizuar në 2 ditë, jo 1 ditë, 2 ditë, sepse ishte edhe ai sikleti këtë marr, këtë lë e tjerë. Por unë e përgëzoj shumë Aleksandrin, se Aleksandrin rrallë para shumë bashkëpunues, në kuptimin që merr parasysh edhe njohjen që kam unë për nxënësit. Po natyrisht. Dhe po ashtu ka bërë një ndarje të personazheve në mënyrë të përpikt. Sepse aty është edhe zanafillat e tekstit, e ndarja e personazheve, domethënë pjesa u shkrua më pasi filloi kjo procesi i provave, apo ishte e gatshme Aleksandri ka ardhur me një ide të tillë. Pasi mbaroi audicionet kanë qenë fabulën, subjekti në Zanafill dhe gjatë gjithë provave ka ardhur duke u pasuruar. Pothuajse deri në moment fundit, me një lëvizje shtesë, me një batut shtesë, me diçka. Po ashtu, Aleksandri jo vetëm mendimin tim personalisht si mësuese e tyre, por edhe mendimin edhe të vetë nxënësve e ka marrë parasysh gjatë gjithë kohës. Ja ti pyesim vetë, sepse kanë realizuar personazhe, por edhe karaktere të ndryshme. Këtu janë çifti i ri, çifti i vjetër, por janë edhe personazhe të tjera. Është më rëndësi të thuhet që në fillim të herës, përveç çmimit të madh që ishte çmimi për shfaqjen më të mirë komedi, trupa juaj u nderua edhe me 3 çmime të tjera. Ja ku e kam Mohamed Dyli, i cili është karakteri më i mirë komik. Karakteri më i mirë i realizuar. Po si realizove ti atë karakterin tënd? Çfarë përfaqësove? Unë kam përfaqësuar Pianecin, punojën e gjendjes civile. Ka ka një rol begi i vështirë, por mendimin e Aleksandr Preng e falenderoj shumë, kam mujt me arrit me e bë. Ti pas ndonjë moment që the, po si diskutim bile javën e parë që kam marrë tekstin, që na ka dhënë tekstin, kam thonë që s'kam mujt me e bë sepse nuk disha çfarë është teatri, nuk disha si gjën lidhet me teatrin hera parë. Edhe thëshë nuk di nuk kam përtmuj, thjesht kam bedar aty edhe thjesht që me kënë të lexu tekstin, nuk kam mujt me interpretu, ama mujta me e ba shumë mirë, me edhe një kam mujt veti se e kam ba shumë bukur. Bravo! Të kesh besim do të thotë të dish të ecësh, apo jo? Po s'besove në vetë s'mund me shumë e ba. Bravo! Kjo vajza këtu ka interpretu një rol tjetër. Po, unë kam pas gruën e Pianecit. Do me thonë, ne kemi qenë çift. Kam pas një rol bukur, një shtëpiake dëshpëruar edhe dhunshme ndaj burrit, nga që pinte. Por kam arrit me realizu shumë mirë. Falëndims të Aleksandrit. Por, si që thotë edhe Mohamedi, ka pas shumë besim në vetvete, ka punu shumë me vetveten për të realizu, apo ja. Dhe si bashkoni ju këto fillimet tuaja me deri në natën finale kur u dha shfaqja, si keni ecur në realizimet e këtyre personazheve?
kemi ecur, unë me këtë kena bërë një plan bashkë që shumë shpesh fliqim për rolet, duke tregu se me mujt me e bom që me dalë bukur roli nga që kena pasur një pjesë bashkë, bashkëpunim. Pra kjo do të thotë që ju keni bashkëpunuar edhe për te provave. Po, për të shkojtim. Jeni në një klasë apo në klasa të ndryshme? Një shkollë. Unë jam viti parë, kjo është viti dytë. Dhe kështu që bashkëpunimi ka qenë shumë i frutshëm. Regjia, kemi disa foto të cilat ilustrojnë më së miri këtë ecuri, e cila është ndjes. Ja, këtu jeni gjatë provave, apo jo? Në audicion. Një numër i madh nxënësish, por që këtu jemi gjatë provave. Gjatë provave. Dhe i keni fiksu të gjithë ato momente të cilat do të mbeten të paharrueshme në ecurinë tuaj, apo jo? Po. Diçka që lidhet, ja. Kjo foto me e përbashkët në teatrin Migjeni, kjo është post shfaqja. Po, mbas shfaqja. Do të thotë shumë, apo jo? Ndërsa këtu është finalja ku ju realizoni përshëndetjen. Momente nga shfaqja janë të paharrueshme për ju. Cili nga momentet ju përfshiu më shumë në shfaqje? Se cilin nga momentet e shfaqjes ka pas një moment kulminant, le të thojmë, po mendimin e tonë grupit kena bërë një punë palodhshme, edhe mendimin e Zysh Arms edhe normal të Alexander Pranks, ka dhënë një shfaqje që ka arrit atë pikën kulminante që na kena menduar që kur s'ta po arrim, kur nuk kena me bërë diçka të bukur, por prap se prap. Kur e kena parë rezultatin. Çfarë rolit ke pas ti, Samantha? Samanuela. Unë jam ka nëna djalit. Dhe ka ka një moment që sidomos tek ngatresa, le të themi, që kam pas dy kryshit bashk, atë ka ka momenti ma kulminant, le të themi, për pjesën tonë. Dhe a mund ta improvizojmë këtë pjesë, sepse ju tashmë edhe nga gjumbi t'ju zgjosh e keni të menjëhershme. Po. Cilën pjesë? Këtë pjesë kulminante. Ashtë kanë ma shumë me veprim. Ashtë me veprim. Momenti kur sigur ngatrohen dy zotë e familjes, ngatrohen për skuadra futbollit, dhe janë kenë ma shumë demonstrim. Po këto demonstrime ju keni punu shumë, sepse demonstrimi është vërtet shumë edhe i vështirë, apo jo? Çfarë ju ka shoqëruar gjatë përgatitjes? Çfarë ndjesie gjatë përgatitjes së kësaj shfaqje në prova të vazhdueshme, sepse nga mësuesa Alma di që ju keni punuar me seriozitet për një periudhë të pandërprerë, apo jo? Po, thuajse 5-6 javë, nga fillimi i shkurtit deri me 8 mars. Po, çfarë rolit ke pas Betja? Po. Djali, i cili natyrisht e nis me atë dëshirën, hapi i parë i shfaqjes. Si ishte për ty fillimi, ta fillosh? Ishte emocional. Si fillove? Që ishe me vajzën te një park duke folur dhe duke propozhu për martesh. Po? Pastaj donja të dy familjet. Po pse ndaheni? Për mi tregu familjes se dhe ne u martu. Po mirë, ishte e vështirë ky moment? Po, ishte pak e vështirë në momentin që i tregova familjes, po ma vështirë ishte për mu kur mora refuzimi nga familja, po si mora në vesh që djali nuk është qytetar. Këtu dhe me thonë fillojnë të dinamikat e shfaqjes, fillojnë humori, batuta. Cili është një moment që ka batuta shumë, por edhe veprim interesant? Më shumë kur vinë familja e djalit me më kërku doren, ka më shumë veprime, si fillon nga tresa midis dy baballarëve. I kemi baballarët këtu? Vetëm të vajzës. Atëherë mund të improvizojmë diçka. Unë jam kanë baba e vajzë, familje qytetarë, dhe nuk e
lejova vajzën që mu martu me djalë nga fshati. Edhe çfarë theti? Unë nuk e lejova deri kur familja fshatare erdhi dhe kërkoi vajzën. Nuk e lejova dhe në fund martohet djali martohet gjyshi me gjyshin. Ku e kemi gjyshin? Aty në gjitur. Mirë, mund të më thoni atë momentin kur ju duket më interesant. Ta interpretoni këtu. Pjesa kur jeni Batutat. Aja pjesa ma bukur është ku ka orë halla me vajzën, që halla mori ndorë, e mori për shqipër që ka me martu mesën me nipin. Edhe e mori ndorë halla, edhe kur vjen halla, e shafon hallën kështu si. Mas shumë dekadash. Mas shumë vjetër që hallën mes i shtangën. Cila është halla këtu? Atëherë dialogun bashk. Dialogun e takimit. Po këto. Nuk e dita se për çfarë pikërisht në këtë shtëpi. Ta njëtën kam dash që ti t'jesh këtë shtëpi. Edhe në ta njëtën kam dash me kanusën këtë shtëpi. Holla, një ha. Po ti di shkoj një hollën e kësaj. Gjithmonë kam dash, gjithmonë kam menduar për ti. Edhe unë kur nuk u martova me të tërken. Ason, kur nuk u martova me dikë tjetër. Këto fotet në rol Roldi. Babai Nuk është për në studio edhe që thëtë një batu shumë bukur që thëtë për mua bab kush më ka pjella lopa Dime që ki ka pas më ka martu mos të kur Se e ka pas kuptimin që jam martu po mendën e ka pas zemrën gjithmonë të ti E kuptoj Pra gjithsesi kjo është një zgjidhje shumë me humor Por ky humor është shumë shkodër apo ja? Po Besoj se ka pasur batuta interesante, gjë që e kanë bë edhe spektatorin të përfshihet në këtë pjesë. Si ishte të realizosh dhe të interpretosh në skenën e teatrit Migjene? Atëherë unë jam kënë nana vajz, nuk kam pas dhe me thonë si që kena kënë bashkëshorti edhe unë. Unë nuk kam pas shumë rol me fol, por kam pas ma shumë veprime, gjatë që më shtetësha edhe vajzën edhe mendimet e ti. Është kënë emocion shumë i madhë, në fillim para se mu hap perdje dhe me thonë. Jena kënë të tonë shumë emocione, por kur kena hin rol, edhe jena përfshi, është kënë shumë, ka shumë natyrshme. Është një moment shumë i bukur, kur juria prezanton fituesit e festivalit. Shfaqja më e mirë në komedi, por personazhet evidentohen. Ti Muhamet je evidentu. Ai çmim për ty çfarë do të thotë? Për mua i çmim është një çmim tepër i vlefshëm, sepse është diçka shumë e madhe me marrë një çmim në skenën e teatrit Migjeni, ku shumë aktorë kanë lënë shpirtin e vet aty. Nuk e di, nuk ma ka marrë me se kam përtmujt me e marrë për çmim, ama ditën e shfaqjes, mbrëmjen që e kam ba, kam thënë që e kam ba shumë bukur, edhe kam shpresu edhe e kam pas me 50% që thamë se e marrë një çmim. Nuk e kam ditë se çfarë lloj çmimit, ama jam përken shumë i kënaqur me çmimin që kam marrë. Bravo, të lumt. Nga ajo pasiguri tek siguria më e madhe. Kjo është e curi dhe besoj se ti nuk do t'i dahesh teatrit paktën sa ti jesh në shkollë apo jo? Besoj se jo. Tashmë e ke një vend të sigurt si personazh. Kjo do thotë frymëzim mësuese Alma. Po, patjetër. Këtu në fakt do të theksoja dhe do ta përmendja me shumë dëshirë Erad Lahi, pavarësisht mungesës, sepse është e disa të herë që ai merr çmime. Këtu ka marrë çmimin si aktori më i mirë në komedi. Sepse nga pjesëmarrja e 8 gjimnazeve nuk është e lehtë të marrësh në komedi. Dhe ishin të ndara, disa shkolla ishin dram, disa komedi. Dhe në pjesën e gjitha gjimnazeve që ishin komedi, jo vetëm fituam komedia më e mirë, por Eraldi edhe aktori më i mirë në komedi. Ju keni fituar, ajo ka të lindur këtë pjesë. Do të thotë talentin e kam evidentuar që në vit të parë, me skeçe të vogla, me pjesë të vogla në aktivitete. Tashmë pas një muaji pothuajse na pret edhe një aktivitet tjetër në Tiranë, tek projekti Poenia me Adela Muçallarin. Dhe realisht audicioni i kësaj është zhvilluar në janar dhe ne dolëm fitues. Ndërsa në qershor
dëshmëritë e nxënësve, padyshim. Nuk është hera e parë që ju i ka përceni disa kufi lokal. Vjet për shembull në qershor 2025 në audicionin e po ashtu nga Adela në Tiranë ishin 6 rrethet të Shqipërisë në zhanre të ndryshme dhe ne fituam çmimin e parë për aktrim në humor. Shkodra mori çmimin e parë. Do me thënë Shkodra evidentoi atje me shumë kënaqësi, u mirëprit në teatrin kombëtar që padyshim nuk është diçka e vogël. Dhe është shumë e madhe atje. Që humorin Shkodër është zemrejku i saj. Po ta marrim. Dhe pa përjashtu edhe to nxanës janë tamam përçues të atyre cilësive që ose traditave më të mira që ka Shkodra. Unë pikspari e evidentoj që në klasë të 10 për të mos thënë që në 9 vjeçare, Eliuna apo Samanuela apo dhe të tjerë, sepse që në vogli fillon evidentohen talentet në fusha të ndryshme. Pjesëmarrja atyre ka qenë me shumë dëshirë dhe ajo që i vlerësoj është pikspari dëshira. E dyta besimi dhe këto janë gjysma e suksesit. Por ajo që vlerësoj më tepër është sepse sa herë kemi shkuar në audicione, konkurse etj, nuk do të thotë gjithmonë të jemi fitues. Dhe nxënësit e shkollës tonë gjithmonë e kanë prit me sportivitet diçka të tillë edhe humbjen. Pse? Sepse rëndësia në fund të fundit ka pjesëmarrja. Nuk mund të jemi ne gjithmonë fituesit. Ky është një mendim që duhet vlerësu. Megjithatë njeriu është gjithmonë në garë me vetveten. Dhe kjo gjithmonë e bën që të ecë mirë në rrugtimin e tij. Padyshim që duhet edhe mbështetje për çdo gjë. Si e keni pas mbështetjen? E keni pas të vështirë të bëni prova apo i keni pas dyert e hapura, të interesuar të gjithë etj. Dyert kena pas të hapura për çdo gjë që kena pas lidhje me teatrin, Zysha na ka mbështet, po ashtu edhe drejtoresha e shkollës na ka mbështet për çdo gjë që kena pas nevojë. Mirela Pietrane, stafi mësuesve. Të gjithë të interesuar ç'apo bëhen këto nxënës apo na nderojnë. Që na shihshin siç kanë prit. Na shikoshin kur mbledheshin për me dalë për prova. E në shikoshin dhe thoshin që ishin me përderi me prit kur në pa japim as shfaqje. Po mirë, ju se thatë përpara një herë në shkollë me u bën. Surprise. Po ta bëshim ashtu nga që ishte fundi që kishte më të kushim me vallën, në fund të jepshim para. Se dhe kërkon shikoshin tonë të na pyet si janë, që bëhet të shfaqe? Unitet, keni pas sekret, konspirative. Bravo, shumë mirë. Kështu është kur dëshironi t'ja jepni eksklusivitetin një shfaqje madhore, siç është shfaqja në festivalin e teatrit të rinjve. Natyrisht kjo është një pjesë që i rënditet përpjekjeve, kontributit dhe çdo gjëje që një shkollë si shkolla juaj atë John Karma ka në ecurinë e saj në skenën e realizimit të pjesëve të teatrit. Po unë besoj se aktivitetit siç tha mësuese Alma nuk do mbaroj sepse ju paskuni edhe klubin e teatrit. Patjetër. Çfarë bëni ju në klubin e teatrit? Domethënë si aktivizoheni? Bëjmë shpesh skeqe lidhe me çdo lloj kur kemi një festë, aktivitete në shkollë, ne bëjmë një lloj skeqesh. Bëjmë prova për të skeqe dhe i bëjmë në aktivitetet e shkollave. Poezi. Kështu që interpretimi për ju është i evidentum, apo jo? Është një përzierje, edhe krijimtaria dhe interpretime etj. Prezantim. Për shembull tek audicioni të projektit Poenia, që sapo përmenda parë, Samanuela me Eraldin janë marrë komplet me tekstin e shkruar, Eraldi me regjin, un kam qenë pothuajse vetëm shikuese ose korrigjuese në thojza. Domethënë çdo gjë ka vetë, patjetër. Një bashkëpunim shumë të madh dhe mbështetje shumë të madhe kanë dhënë edhe prindërit. Për asnjë moment të vetëm nuk janë bërë pengesë, jo vetëm te ky festival i teatrit, të shfaqja, por në asnjë farë lloj aktivitetit. Mbrana apo jashtë Shkodrës. Gjë shumë e bukur. I kanë mirë prit. Gjithmonë i falenderoj gjithë. Gjithmonë një pjesë komike, një komedi, është shumë serioza.
në atë çfarë thuhet, në atë çfarë jep mesazh, në atë çfarë interpretohet. Ajo vërtet nëpërmjet sarkazmës, nëpërmjet humorit, godet dhe krijon momente humoristike, por lë prapa diçka që të bën të mendohesh. Apo komedia ka një diçka që duhet me kenë shumë i mirë për mujt me rrujt një rol në komedi, sepse duhet me rrujt super mega serios, edhe pse roli është që me ba me qesh. Por nena tha dhe profesori që nëse na gjatë shfaqjes e shohim që nuk jena të mujt me ba publikun me qesh, nëse ne nuk e kapim publikun që ishtë në fillim, nuk mund me kapim në fund. Iken ritmi kur publiku e hekat interesin e vet, s'mundet me kap ma. Dhe me thonë nëse publiku nuk qesh është një dështim i asoj shfaqjes, edhe besoj se kena bë mos mirë, i kanë qesh tonë edhe janë sa po kanë dalë familja e djalit nga debati që kanë pas në mes të shfaqjes, vetëm kena pa të qeshurat e tanëve edhe duart rokitjet. Atë pastaj une kena thënë me mendën tonë që ka kanë pjesa më kulminante edhe shqyrëzotit ja arritme. Por prap deri në fund të shfaqjes kena pas përsëri duart rokitje edhe përsëri gjatë gjithë kohës qeshuna pa fund. Do me thënë shumë batuta, interpretim, edhe mesazhe të bukura, po? Jena kanë shumë surprizum fal nga reagimi i publikut. E kena prit që ka me pas qeshën, duke marrë parasysh tekstin. Ka arta në shkolla me ju pa? Po, kena arta në shkolla, kena pas një mbështetje të madhe, një suport shumë madh për ta në shkollë, edhe familjar, edhe mësues janë kanë familjar, shoqënia tetan. Cila është një batutë që ju ka mbet nga kjo shfaqje dhe nuk do ta harroni asnjëherë? Gjithë. Ka pas shumë. Po, na fat një. Nuk se shkodër, kemi kanë. Sa duhet të mos pa thorë. E kanë dhënë publikun edhe ka pas një qeshën që smarrate, domethënë. Cilën? Është kanë kjo kur baba i djalit del nga shtëpia jon, nga shtëpia e vajzës, i thot djalit, "Hajt se s'kena met për Shkodrën, ka vajza në rraga me pa thar ball." Edhe një atë do me thonë ka pas shumë qeshën, edhe na qeshna, personazhe qeshna të luajnë skeni, ishna të një shumë të kënaqën. Po jo nuk qeshnit, jo. Në asnjë moment kena kanë shumë serioz. Vetëm që kam qeshun pra pas skenit. Normal kena një përgjithësi shumë të madhe, edhe jena kanë shumë serioz gjatë tanë shfaqjes. Ndërkohë para shfaqjes ne ishna, a thu kena me dalë mirë. Thu kena me harru. Ashtë kanë edhe një pjesë shumë e vështirë që ka pas pjesë ndryqimi. Sepse ashtë kanë fiko drita dhe monez. Ndërkohë që fik të drita këtej, unë se tek na o dhëtë me folë. Është edhe një lojë veçantë, po një lojë dritash. Një lojë dritash që ju ka pas shumë teknik. Edhe shumë takohet gjyshi me hallen, është pjesa ku ndezet muzika dhe janë reagimi që dohet me kap që dhe me thënë pra teatri është edhe një art që bashkon shumë element artistik dhe me të cilën duhet të ingranohesh shumë mirë. Por ju ishte një përveç të gjithave ishte një ushtrim i bukur artistik për ta ndier veten mirë në aktrim apo jo? Pa diskutim. Tashti kjo shfaqje mbaroi. Kishte shumë gjana të bukura, po kishte edhe trajli më i pëlqyer. Çfarë do thotë kjo? Është ndër çmimet Kemi çmimet regjia, kemi një foto me çmimet, po? Po. Realisht traileri më i pëlqyer është për herë të parë që teatri Migjeni e ofron si çmim. Dhe realisht ne e kapëm këtë çmim sepse shikueshmëria ishte rekord. Do me thënë deri disa ditë pas trailerit ne i shikonim vetë rritjen e shikueshmërisë, pastaj ishte e fshehtë padyshim sepse ishte surprizë në natën finale, por shikueshmëria do me thënë ishte patjetër rekord. Po ashtu nuk kanë munguar as komentet brenda dhe jashtë vendit. Do me thënë në një farë mënyre kanë njëkë edhe këta që janë jashtë, kuptohet që i kena shok, miq, apo vetë pa njohur. Edhe është jashtëzakonshme. Ajo që kam vënë re atë ditë spektatorët kishte të gjitha kategoritë e moshave. Gjitha kategoritë e moshave. Sepse dhe pjesa përfshin nuk fillon te tema familjare, ashtu siç është familja. Ajo që do doja të theksoja realisht është sepse nga fillimi i festivalit deri në natën finale
i gjithë grupi ynë kemi ndjekur çdo shfaqje të gjimnazeve të tjera. Dhe këtë e bëjmë sa herë që është festivali i teatrit. Për dy arsye. E para, gjithmonë konkurrenti respektohet. Dhe ne kemi qenë aty çdo minutë. Dhe tjetra, ne padyshim nxënësit kanë marrë këndvështrime të reja nga gjimnazet të tjera. Dhe padyshim gjithsecili prej tyre ka bërë krahasime, qoftë dramat, qoftë komedi. Kjo është hera e parë që ju fitoni apo? Jo, kemi fituar edhe herë të tjera, patjetër. Jo ka shumë çmime 4, kemi fituar 2 realisht. Ndërsa tek shfaqja e djegur për së gjalli, është një shfaqje e cila rastësisht dramatike. Është parë nga shoqata Terre des Hommes, që ka një aktivitet rreth pothuajse 2 dekada gjysmë në Shqipëri, dhe na ofruan një fond të veçantë dhe vjet këtë shfaqje e kemi realizuar në Tiranë dhe në Elbasan. Ishte jashtëzakonshme. Ja, dhe si vjet do përfshiheni në një projekt tjetër. Kjo si rezultat i punës suaj, i përkushtimit të mësuesve, mësuese almës, por jo vetëm mbështetjes që ju keni në një ambient shumë të bukur shkollor. Kjo është traileri dhe që natyrisht të shtyn Kjo është qendra komunitare, realisht që kemi bërë provat, është një sallë e madhe. Që na mundson diçka të tillë për provat e teatrit. I falenderojmë shumë qendrën komunitare që na ofron. Sa herë ky është Eraldi. Po. Jessica. Do të thonë janë momente që të bëjnë kurioz realisht. Kur shoh ju keni dhënë pjesën më interesante për ta përfaqësuar. Mbetet një shfaqje shumë. Ky është oborri i shkollës që nxënësit janë me shumë fat realisht, ka një obor shkolle të jashtëzakonshëm, me një ambient shumë të madh, qoftë sportiv, qoftë për pushimin e madh apo pushimet vogla. Gjithsesi, kjo pjesë mbetet një çmim dhe shumë çmime në tabelën e nderimeve të shkollës suaj. Po mbetet edhe një kujtim i paharrueshëm. Ju do kalojnë vitet, do ta shihni veten si një ndër personazhet, ndoshta dikush në ndonjë moment të caktuar, por s'do ta harroni këtë interpretim dhe këtë pjesë e cila natyrisht ju ka frymëzu, ju ka bërë të besoni tek vetja, ju ka bërë të ndjeheni mjaft mirë në realizimin që keni bërë në këtë shfaqje, e natyrisht ju jep ecuri për më tej. Ju do të merrni pjesë në një projekt tjetër teatror dhe dëshiroj që t'i bashkohem të gjitha këtyre urimeve që ju keni marrë dhe vlerësimeve, dhe t'ju uroj përsëri për ecurinë tjetër. Po shkollën e keni lënë me mësimet apo keni qenë me prova? Jo, kena qenë edhe procesi mësimor nuk është cënuar. Nuk është cënuar. Absolutisht. Bravo. Padyshim, lënë si fiskultura etj janë treguar shumë dashamirës, lënë të dyta, gjithmonë me një bashkëbisedim përpara. Dhe edhe pas mësimit. Por ato testet ju I keni shkrime, notat mira, apo ja? Testet sapo kanë filluar për këtë 3 muaj. Sepse keni marrë pjesë në shfaqje dhe aty është pjesë në shfaqje. Ne kishim fatin e madh që sepse kur hidhet shorti për datën, padyshim që të vjen një datë o I pari në festival ose nata finale ose ne kishim fatin e madh që ishte me 8 mars. Dhe realisht ishte jashtëzakonisht e bukur sepse për mendimin tim nëna secilit prej këtyre nxënësve ishte si një formë dhurate për të mbajtur mend. Dhe këtë gjë e kam vuri te secili prej prindve atë natë kur hypen në skenë, domethënë përqafun fëmijët e tyre, dhuruan lule, pam lot etj. Domethënë ajo ishte fitoria dhe pa prit natën finale me marr certifikatat edhe çmimet për mendimin tim. Paçi gjithmonë ecuri të bukura. Kjo është një ecuri plot pasion dhe dashuri dhe këto ndjesi patjetër që bëjnë pjesë në formimin tuaj. Bëjnë pjesë në atë rrugtim që merr nga ky themel, rrugë dhe rrugësa që ju patjetër do ta keni afër artin. Kjo është diçka mrekullueshme. Kjo është diçka që në këtë rast e ushqen edhe shkolla, por edhe këto aktivitete.
Ju uroj që gjithmonë të keni ecuri të bukura. Ecuri mbretërëse, ashtu siç tha dhe mësuese Alma. Rëndësi ka që të merrni pjesë, pastaj gjithkush në ecurinë e vet ose fiton ose jo, por është aty me artin e tyre. Ju falenderoj dhe ju uroj vetëm suksese edhe në projekte e ardhshëm që ju e keni shumë afër. Kur të fitoni ose kur të keni diçka të bukur, do të vini përsëri. Ndoshta nuk është komedi, mund të jetë dram, por e rëndësishme është që ju ta paraqisni veten me dinjitet. Faleminderit shumë. Ju falenderoj. Shifemi. Patjetër.